këto vashliqet. Dhe ta zjas vetëm pak vetullën. Kaq. Tani bëm penelin dhe lyem qërpikët. Si që shifni qërpiku nuk kam, janë dëmtuar edhe pak, por nuk kam që kështu. Nëse më shifni me qërpikë është sepse vendos këto një përdorimshet. Një përdorimshet quhen, po unë i përdor disa herë. Këto që po përdor këto kohë quhen sognami. Unë i pres në gjys dhe vendos vetëm cepin e fundit dhe kam marrë dhe këto Baby Lolita. Këto si kam përdorur akoma, po këto do t'i vendos tani po thoja. Tani nuk jam mësuar të vendos qërpik para telefonit i cili po bie, po me qenë se duhet ju a të regoj, uroj të bëj në rregull. Ky është ndryshimi dhe rregullojmë një çik tani sa po të mbaroj videon, sepse kam vendosur pa gabim, por besoj se duket diferenca. Dhe para se të bëjmë buzët, hapi i parafundit është setting spray, që të gjitha këto bashk të shkrinë me njëra tjetër në mënyrë perfekte me lëkurën, përsëri nga Mulak, edhe këto e kam përdorur, dhe është dashurim. Më pëlqen mënyra edhe si sfucon, sepse nuk të lë ato pikat, po është kështu e butë. Kaq ka produkte. Tani do bëhem gati dhe do më shifni në fund. Gati flokët, gati veshja, e vetëm gjë që ka ngelur është japin pak shkëlqim lëkurës. Unë e bëra, dhe e bëj prapë bashkë me ju, me këtë body milk, që e kam shumë qef, sepse mund ta përdorim edhe në plazh, por e përdorim edhe kur bëjmë në një veshje të bukur, sepse nuk ka të nuk është vajore, domethënë, që të bëj rroba të pis, ose të kemi problem që na ngjisin flokët, etj, etj. Ban super erë të mirë edhe është në 3 nuanca. Unë marra këtë që është pa ngjyrë fare, ka vetëm xixa, ka edhe 2 të tjera që është dhe një që është shumë e bronzer dhe ju sugjeroj shumë.